Qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm kur lëvizin pranë lumenjve. Autoritetet kanë dalë me këtë rekomandim pas paralajmërimeve të drejtorisë për punë meteorologjike për shiun që pritet të bjerë. Në orët e pasdites ekziston mundësia për shfaqje lokale të rreshjeve të intensifikuara të shiut, ndërsa në disa pjesë, në disa gryka të vogla dhe në zona të thata mund të ketë rritje të shpejtë të nivelit të ujrave, njoftoi Qendra për Menaxhimin e Krizave. Sipas tyre, mund të ketë rreshje më të mëdha të shiut në disa pjesë të qyteteve si në Tetov dhe Perëndim të Shkupit. Në ditët e kaluara, pati rreshje shiu të cilat shkaktuan përmbytje në Batincë të Shkupit ku lumi doli nga shtrati. Nga nesër, pritet ndryshimi i motit. Meteorologët për të hënën paralajmërojnë mot të ndryshueshëm dhe të ftohtë, me rreshje të lehta bore në disa vende. Do të fryjnë erëra mesatare dhe të forta nga drejtimi i veriut. Temperaturat minimale në mëngjes do të jenë nga -5 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale ditore do të jenë nga 2 gradë deri në 10 gradë Celsius.